Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare. Keni kujdes dhe kushtoni vëmendje të veçantë veprave tuaja në jetën e kësaj bote, sepse veprat janë gjëja e vetme që do të vinë me ju në varr. I dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam në një hadith thot: tri gjëra e përcjellin të vdekurin. E përcjell pasuria, familja dhe veprat e tij. Dy të parat kthehen kurse veprat mbesin në varr me të vdekurin. Prej kësaj që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam e kemi shumë të qartë dhe e kuptojmë qartazi se vepra është gjëja kryesore pasi ajo do të qëndrojë me të vdekurin edhe brenda varrit. Dhe njeriu ecuria e tij do të mvaret krejt prej veprave se si kanë qenë në jetën e kësaj bote. Vërtet familja, shoqëria dhe gjithë ata të cilët të kanë njohur do të mërziten, do të qajnë, por asnjë prej tyre nuk vin me ty që të futet dhe të qëndrojnë në varr, por do të kthehen prapa, kurse e vetmja gjë që do të jetë me ty është vepra jote të cilën e ke vepruar në jetën e kësaj bote. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlar na tregon një insert shumë interesant që do të ndodhë me njeriu pas vdekjes. Çfarë do të ndodhë me njeriu? Allahu i madhërisëm tregon se njeriu pas vdekjes, kur do ta kuptojë se sa e rëndësishme është vepra e mirë, do t'i kërkojë Allahut dhul xhelal që ta rikthej edhe një herë njeriu në jetën e kësaj bote për të bërë sa më shumë vepra të mira. Mirë po Allahu dhul xhelal thot kella, asesi nuk mund të ndodhë ajo, pasi ne ta dham jetën ti, të dham vite e vite që ti të bësh vepra të mira dhe ti nuk e shfrytëzove ata. Andaj ne e lexojmë këtë ajet kuranor dhe jemi të bindur se kjo është një realitet që na e tregon Allahu dhul xhelal, andaj aq sa kemi mundësi derisa jemi brenda kësaj bote, të gjallë, jetojmë, veprojmë, të jemi prej atyre që bëjmë vepra të mira, që të shpërblehemi te Allahu xhalla xhelaluhu dhe krejt në fund të jemi prej banorëve të xhennetit.